pati i lumur dhe mbarësia e punëve të Skënderbeut. Kishin mbajtur gjertani të varur dhe të pavendosur pabesinë dhe rebelimin e fshehtë të Mojsiut. Por kur u mor vesh kërdia e ushtrisë dhe u bë ditur fatkeqësia e Skënderbeut, atëherë Mojsiu, duke i gjetur më në fund rastin e dëshiruar prej kohë, i ktheu armët e krimit kundër atëut dhe ja filloi siç i thon, të rëmbente drasat e anijes, së thyer, të cilat i pat shtruar dikur vetë dhe i pat mbrojtur shpesh. Por meqense kjo vepër prej vetë natyrës së vetë e fliqur, i duke edhe Mojsiut e shëmtuar. Ka që s'kish asnjë shok për të, i u desh të gadiste disa pjesëmarrës të krimit të vetë dhe ta zvoglonte si të thuash poshtërsinë me numrin e mëkatarëve, duke u paraqitur tek otomani. Me një farë rëndësie më të madhe, sepse po të shkonte vetëm si ndonjë aratisur, kish frikë mos përbuzej si i pavlerë. Kështu ai tërhoqi pas vetes disa nga më të afërmit e vet, që mendonte se ishin mjaft të gatshëm për të vënë veshin planeve të tilla. Dhe në fillim ishte si i pikëlluar për fatin e Skënderbeut dhe për mjerimin e Pirit. Pas zbuloi heshta zgjedhë dashurinë e Mehmetit për të. Edhe ato që i qenë përmbëtu shumë herë prej Mehmetit, duke i ledatuar me fjalë të shumta, që t'i shkonin pas dhe të përqafonin pabesinë e tij. Sepse fati i Pirit, thoshte, kishte ndryshuar, dhe po të mos pranonin tani, ato që u propozoheshin do të bëhenin gjithë të zeza dhe të këqija. Pastaj, pasi e ndëroi më në fund fjalën me drejti, përse tha duhej të jetonim gjithmonë në komandën e Skënderbeut. Emrin e tjetër kujt do të arritnin ashtu me gjakun dhe djersën e vet, ndërsa Gatirani i jepte përkundrazi një shpresë aq e madhe për pushtet dhe një rast aq i mirë për lavdi, të pazakonshëm, dhe duke vazhduar sulmet e veta me akudha të shumë, edhe shpifura kundër Skënderbeut, bëri që të dilte nga zemra. Ndoshta edhe të tjerë do të kishin nxitur Mojsiu për ato kryengritje, dhe do të ishte përkujdesur që ta kthente turmën dhe popullin me turqit. Por fytyra e Skënderbeut ishte ngulitur aq fort në mendjen e secilit dhe emri e mbretëria e tij ishte skalitur aq thellë në gjokset e të gjithëve. Sa që do të ishte më e lehtë, siç i thon, i shkulje, ta duart Herkulit të puzin, se ta fshihej nga zemrat e zjarrta të Vegjelis, ta shamirësinë dhe dashurinë për Skënderbeun. Dhe me të vërtetë, nuk i fare qartë se besnikëria e tyre ndaj tij ishte për ta mbrojtur tuj, jo me ndonjë ndryshim të fatit, por bashkë me jetën e tyre. Prandaj, Mojsiu, duke patur frikë se një orë vati e tillë, jo vetëm që do t'i shkonte kot, por mund t'i sillte edhe ndonjë rrezik, nuk bëri me asnjë tentativë. Përkundrazi, i kënaqur me të përbetuarit e vet, dhe kur të gjithë ishin gati, vllai shënjën natën dhe i shpuri në Svetingrad, me qëllim që se andemi, pasi të merrte letër nga komandanti i qytetit, dhe të siguronte udhëtimin e lirë përmes viseve të panjohura. Të armiqve, të arrinte shëndoshe mirë në Konstantinopol. Svetingrada si Celan që t'i mungonte gjë, por e pritën si jo më mirë, dhe ndihmuan me letra dhe me bashkëudhëtar që të ruanin gjatë gjithë rrugëtimit nga dhuna e banorëve të vendit.